për kandidatin e AKI-s, të cilin unë e kam tani më pranë vetes dhe do të na fles pak më tepër për atë se si janë rezultatet në këto momente. Përshëndetje, atë se mund na thoni sa janë rezultatet, po shohim se po festoni, se po festoni sa janë Për momentit të sakta në numra nuk jam, por apërsisht se i kam nga kryetari i shtabit, dallimi është diku 3.000 vota jemi në epërsi. Dhe ja edhe si që shifni do në thonë ekipin ton, shtabi lokal në fshatin Gradec veç ka filluar të festoj nga kjo. Pas pak, do shta pas disëmore do të kemi edhe një nga shtabi komunal, do të kemi edhe pres konferencën ton, ku do t'japim numrat e sakt, por apërsisht jemi diku 3.000 vota para. Punët kemi përmendur dhe me thënë mandatin e tretë tani, punët të cilët i kemi në vazhdimësi, do të vazhdojmë dhe diku janë 11 projekte që kemi në thirrjen e dytë nga Kredia Hungareze. Dhe sigurisht kuptohet që në programën tonë do të kemi edhe higjienën komunale. Ndërmarrje e cila nuk ka qenë më para, do të kryejmë ndërmarrjen e re për higjienën komunale. Dhe shumë projekte tjera. Faleminderit shumë për dietarët, për besimin e dhënë në mandatin e tretë. Uroj që ky proces ka ecur shumë mirë, shumë i qetë, vetëdia e lartë e dietarëve vetë dhe vlerësimin maksimal të punëve tona për mandatin 2 vjeçar. Faleminderit edhe një herë për gjithë dietarët e komunës tonë. Faleminderit. Zemra, unë nuk e di, tani me siguri ju në studio e keni dëgjuar pak më mirë se unë atë që është thënë këtu. Megjithatë, ju le pak nga atmosfera, ndërsa bashkë me kolegen Merie Museiri do të vazhdojmë tek shtabi i tjetër për të parë kundër kandidatit Hajrat Demiri nëse ka diçka për të thënë. Unë ju ftoj që të jepni pak nga atmosfera.